Prokuroria Themelore Publike Xhevxheli ka sjellur urdhër për zbatim të procedurës hetimore kundër 3 personave, për shkak se ekziston dyshim se kanë kryer vepër penale, prodhim i paautorizuar dhe lëshim në shitje të drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve, nga neni 215 paragrafi 1 nga Kodi Penal. Siç informojnë nga prokuroria, të dyshuarit, 2 banorë të fshatit Stajakove dhe 1 nga Vallandova kanë marrë pjesë dhe kanë ndërmjetësuar në shitjen e rreth 5 kilogrameve marijuan, të cilën e ka furnizuar i dyshuari i parë. 3 kg nga droga janë dokumentuar t'ia shesin një blerësi shtetas grek për një shumë prej 9.000 eurosh, gjatë përpjekjes që ta shesin drogën në një lokacion në Tojran, në punës policore kanë zënë. Në vendin e ngjarjes janë arrestuar 2 nga të dyshuarit, ndërsa i treti është nisur në arrati, por shpejt edhe ai është arrestuar. Në mënyrë plotësuese, në afërsi të Bogdancit, është gjetur pjesë tjetër e drogës të cilën e kanë pasur për shitje. Me arsyetimin se të dyshuarit mund të arratisen, të ndikojnë në hetim duke ushtruar presion mbi dëshmitarët ose bashkëpunëtorët, të fshejnë ose shkatrojnë provat e veprës penale dhe se mund të përsërisin veprën për të cilën po ndiqen penalisht, gjykata ka dërguar një kërkesë në gjykatë për të caktuar masën e paraburgimit për 3 të dyshuarit.